Mesazhi që diktatorët kur nuk lexojnë. Vëllezër e motra, para një jave, në qoftë se ju keni pa videot e mia, unë bona thirrje që krimi dhe kontrabanda nuk është në Venezuela, por është në Tiranë. Kriminalet e drogës nuk janë në Venezuela, po janë në Tiranë. Por në dija që kjo do të ndodhte, ndaj thash para një jave që Amerika nuk duhet luftoj korrupsionin atje ku prodhohet droga, as nga ku del droga, por nga ata që e bëjnë të mund me konsumimin e drogës, shpërndarjen e drogës, dhe ajo nuk është më në Kolumbi, nuk është më nga mafia e Kalabris, është nga Edi Rama dhe kriminalet që i ka në përbot, që veprojnë e funksionojnë. Gjoja, si të më veçëm, por që gjithë fiat lidhen ke sistemi qendror që është krye kupola e korrupsionit sot në botë, Edi Rama. Diktatorët kur nuk kanë qenë gjendje të lexojnë me kohë atë fatin e vetë që është i shkruar në murat e të CIA-s amerikane. Kanë qenë shumë të rrallë ato dhe Amerika, ashtu sikurse është në mentalitetin e vetë si kamp, i mush me racat ndryshme të botës, po ka kriju një mentalitet tillë që e fal atë që thot jam pendu, edhe largohet. Edhe në qoftë se është hipokrit. Në përgjykatët amerikane, njerëzit që kanë bërë krimet më të njerëzore, mjaft të kenë derdh lot në gjykat, mjaft janë shpreh të pendum, edhe në qoftë se ka qenë hipokrizi, ju a kanë lehtësuar në dënimin. Edhe një kriminal që ka çndëru, përdhënu, there, masakru, foshnje, e kanë falë kur ai është justifiku, qoftë edhe me hipokrizis që kur ka qenë i vogël është maltratu dhe ja shkriju kjo lloj psikoze. Amerika është një vend i madh me një zemër të madhe, të jep mundësinë me vite të çon sinjalet me vite përpara që ta kam shkujt emrin në pllakën e varrit, dhe pllakën e varrit e kam vunë mur atje në muret e të CIA-s. Kush e lexoi këto në kohët moderne? E lexoi si ka ky i Siris, i mori paret, iku, u largu, se ngacmun, ja shkatrun regjimin, ja rënun vendin, por e lan tikte në Rusi. Sadami nuk e pranoi. I futën gardi, më falë, në vrim të bëthës, si do t'ja bëjnë Edi Ramës, si do t'ja bëjnë Niko Peleshit, si do t'ja bëjnë Sali Berishës, si do t'ja bëjnë atit Taulant Ballës, gjithë këto kriminaleve që dalin kundër Amerikës, që mbrojnë hajdutët, jo vetëm jashtë këtë të klanin e drogës, por edhe deri në zëvendës krimini, ministrisë si Balinde Bollukun. Këto nuk janë gjendje të kuptojnë, edhe kur e shohin her mos here, që CIA amerikane i shef ato, edhe kur heqin breket o dhjesin në shtëpinë e tyre, i monitorizoni ka gjithë shka. Këto nuk janë gjendje të kuptojnë, se këto e mendojnë teknologjinë e vërtet amerikane të CIA-s, e barazojnë me këto kamerat që kanë vetë sot. Nuk e din që Amerika në sekret është 300 vjetë përpara, atë që dalin për publikun e shitin si iPhone e ku të diun,
si teknologjia, si kompjutra, kanë 100 vjetë që ekzistojnë në kanalet e fsheta, në sekretet e fsheta, në dosit e fsheta të CIA-s, të Pentagonit. Kur bota të arri atje, këto kanë arrit në hanë. Këto qypa, këto idiot, këto maskarej, që Amerika i len, i jep kohën, i paralajmëron me vite. Këto nuk janë gjendje, s'kan qenë gjendje. Zdo jenë gjendje kur të kuptojnë deri kur të shofi Edi Ramën me hu gardhi në bëllë si Saddam Husseini të dhe treqen zvarë. Këtu të jeni dhe të më të gjoni fjallën. U e ka dhonë, po jo jep çdo ditë. Amerika nuk shkon ati ku kanë pak interes për vetën e vetë. Por droga, vlezër e motra, kontrabanda e drogës, është problem amerikan. Ajo që shitet nuk prish punës se shesin këtë drogën në Australi, më duket e kanë të shjetë vendin që shesin më shtrenjtë këta drogaxhit që drejtohen nga Edi Rama. Nuk janë këto, i din CIA, i din këto e marrin më nga dalë, nuk kanë problem. Por japin edhe mundësinë ama që ti marrë të pare që ka vjallë, e të hikë si qenë, por në mos e ngacmoj kush. E kanë leju çdo lloj njeriu, çdo lloj kriminali, e kanë leju të bëjë këtë gjë dhe e lejojnë. Sa ko që ti iken vetë, edhe nuk e dhen barë Amerikës vi e të spastroj halentate. Por, kur ti e mush kupen, edhe të tregon që s'do t'i ikësh, ti nuk je një drogaxhi që shet atje mas shkolle, mërë qene birqeni. Do të vi Kuba. Në Ballkan, Amerika ka intereset e veta. Të kombi shqiptare, Amerika ka intereset e veta. Lojrat që bon Amerika me Rusin janë shumë të ndërlikume. I duhet Rusia, sepse bota azjetike me Kinën do të botë kërstimi madhë për botën, se këta kanë bo gabimi, nuk e shkatrun, por e ndërtun e fuqizun Kinën. Duhet këta të shkojnë mazvalës pak Putinit, për arsye se në qoftë se kjo botë kaukaziane, pavarësisht që ka racet e tjera mrena, do që të mos bohen shërbetor të kinezëve në të ardhmen, rusët edhe amerikanët do të krijojnë aleancën e tyre. Por kjo s'do të thotë që mrena kësaj aleance Amerika s'ka intereset e veta, dhe intereset e saj kryesisht janë Ballkan, se aty marron influenca slave. Aty bëhet ballë influencës slave nga ajo pjesë shqiptare dhe ato duan në ndërgos të forsojnë me çdo kusht botën shqiptare. Jo më kot është bazat amerikane në Kosovë. Nuk është për të mbrojt Kosovën që mos të zhduken shqiptarët nga serbët, por për të mbrojt interesin amerikan që mos të slavizohet pjesa shqiptare që jep atyre daljen në detin Adriatik. Ky klushi kurvës Edi Rama nuk e ka kuptu kur dhe ka shku mas pederastëve evropian. T'ja buj gropen Kosovës pa e ditë që po i bën humnerën vetës në për ato labirintët e të sijes ku bëhen planet. Nuk e din ky klush kurve që Kosova ka trepçën në ndhe që ka qenë edhe metet në gjithë kohën kur njerëzimi ka pas dokumentet shkrume, si minjire lakmume nga prëndërit, që në kohën e Ramës është shfrytzu trepçë vlezër e motra, edhe në qoftë se trepçë ka rëndësi etike, nuk përshpun kush do të shfrytëzoj ka rëndësi etike për Amerikën. Ky klush kurve, ky Edi Rama nuk e kuptu kur që serbët janë miqtë e slavëve, për ka qenë momenti kur slavët ato i kanë pa mbi dyshim, e kanë mllafin rusit. Për këtë luhatjen se e kanë bë këtë lojë serbët gjithmonë sa majtës djatës,
por janë kurris të Moskës, kur ndihmun për të bërë të lojën e dyfisht Ukrainën. Nuk ju harron kur Moska këta pislik që kanë bërë serbët në favorin tonë, që kanë losë rolin edhe si miq të rusëve, por edhe u kanë dhënë armë për të kënaqur perëndimin ukrainësve. Vëllezër e motra, pisliqet e Edi Ramës janë të shkruar në labirinthet e CIA-s. Amerika po ja jep kohën, ja ka dhënë kohën dhe ka durimin e madh, por në qoftë se ai idiot nuk do jetë në gjendje të lexojë që po i vjen vdekja, që po i vjen fundi, diskreditimi, edhe që duket, të fusë në burg, t'ja lejoj heqjen e imunitetit, të detyroj ato pavarësisht që Berisha, Gazmend Bardhi e mbrojtën dhe e mbrojnë duke thonë që të hiqet imuniteti ata, kundërshtuan bashkë me Berishën, por këta duhet shpejtojnë. Duhet shpejtojnë se dhe nesh si shqiptarë më klysh kurve, nuk do të na vi mirë të shohim ty. Me hugardhi do të fusin për bullë e maskara. Se je shqiptari joni, je fundrina jonë, je klyshi jonë, po je i familjes tonë. Ik më qenë me nder e mos na turpëro, që të vinë helikopteret amerikane të heqen zvarë nga krevati ku po qihesh me peteras, më klysh kurve, me Erjon Velia, kush vjen të bon ty ata, e gruaja jote drejt shef, më shkërdhat. Ka ardhur koha të lexosh me qenë birqeni ku ndodhesh e ku e ke të keqen. Nuk është se do të rrezojnë ty shqiptarët, ata shqiptarës që i ke përzon shqiptarët i, ke majt vetëm klyshet që të bëjnë thurin vargje, të knojnë nulla, more klyshe birë, klyshi, por të ka ardhur dita, e ke aty të shkrume, çdo ditë që zgjata shankthijat, do të na lush menshmar maskara, do dalë shtu bërtit, do të lesh ato që ka quhen ilaçet, do fillosh të pëllasësh si gomar, ik sa më parë dhe krijoni qeverinë teknike, që mos krijosh vakum për këto maskarit e tjera, këto shanjës e të tjera të Partisë Demokratike. Sami Qoka të këshillon si bashkëkombëtar më maskara se nuk du të shoh që të hiqesh zvarr nga vatra ime, nga shtëpia ime, nga dheu im, nga Tirana ime, por ajo do të ndodh me ty, se s'ka rrugë tjetër me idiot psikopat kur janë bë diktator. Sami Qoka, vëllezër motra, ju përshëndet.